Pas deklaratave të forta të Anajt Kalotit, fituesi i një edicioni të shtëpisë më të famshme dhe një nga përkraset më të mëdhenj të Gjestit, gjatë rrugtimit në shtëpinë më të famshme, reagimi i këngëtarit nuk vënoi. Në një video të postuar në Instagram, Gjesti shfaqet duke pirë duhan, ndërsa në sfond dëgohet kënga e tij e titulluar Veshun Drequ. Edhe pse nuk ka dhënë një koment, mënyra e zgjedhur për të reaguar shihet si një përgjigje indirekte ndaj deklaratave të Anajtit, i cili tha ndër të tjera se Gjesti dikur hante duhan, para sa i të ndihmonte të ngrihej në karrierë, ndërsa shtoi se i ka siguruar dhe rrobat e finales Gjestit dhe babait të tij. Në postimin e mëparshëm, Anajti shprehej se kishte kontribuar maksimalisht për fitoren e Gjestit, përfshirë angazhimin në rrjetet sociale, organizimin e mbështetjes publike, madje dhe akomodimin e menaxherit të këngëtarit në Tiranë. Ai shtonte se pas gjithë këtij angazhimi nuk kishte marrë asnjë falënderim. Reagimi i Gjestit, edhe pse joi drejt për drejt, është parë nga ndjekësit si një përgjigje e ftohtë dhe ironike ndaj situatës. Me sa duket, Gjesti ka zgjedhur këtë mënyrë për të reaguar ndaj Anajtit.